Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini ciklin tonë të emisioneve Familja. Ky është një cikël emisionesh për ne dhe për ju. Nuk ka dyshim, siç dhe feedbacku nga ana juaj për hir vërtetës ka qenë shumë i mirë. Sot do trajtojmë akoma dhe disa pika tjera për ta çuar dhe më shumë në avans, le të themi investimin tonë për lumturinë familjare. Si gjithmonë, bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoqë i nderuar, asalamu alaikum dhe mirë se erdhën në studio. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë pa humbur kohë, le të nisim tek pyetja e parë. Sa ndikon, le të themi, fjala e mirë dhe lavdrimi në lumturinë e çiftit? Pra, bërja, le të themi, nuk po themi e popeve apo le të themi ta majmë qiell partnerin, por Po dhe me majtë qiell, nuk ka problem. se jetojmë fakt. Ndoshta nuk e kemi aq durim sa që Jo, në fakt është interesante këtë pjesë, ka libra thotë se si të jemi karizmatik me kolegët, zyrë, si t'i bëm komplimente, fjala magjike, të ndërkohë me bashkëshorten, është komplet në terr total trajtimi i gjës, domethënë. pa atë që tha gjata mos ju binde e ke parasysh për në raport me burrin, shoqja me shoqen. Çfarë thumë tha? Po mos ju binde, pse më vetëm atë do të dëgjosh ti. Jo më tha, po flisja për shefin. Jo, tha, shefi ta bindu, tha. Shefin gjoja fjalën, mos e mërzit shefin. Pra, Është roli. Domethënë ne duhet të kuptojmë se si më thon, njeriu më i rëndësishëm në jetën tonë, le të themi, domethënë mas prindit, le të themi, është jeta bashkëshortore dhe është bashkëshorti, është bashkëshorte, domethënë. Ne duhet të kuptojmë se nëse ka njëri që duhet ta gëzojmë, nëse ka njëri që duhet ta lumturojmë, vjen pikërisht, domethënë, është bashkëshorti dhe bashkëshortja. Kështu që fjala e mirë është magjia halal. Pra nëse ka një magji halal në këtë botë, është fjala e mirë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha inne minel bejani le sihra. Tha mirë artikulimi, mirë shprehja është lloj magjie, pra me kuptimin ka fuqi magjepse, ka fuqi magjepse. Kështu që edhe në jetën tonë, nëse na vjen dikush dhe ditë flasi mirë, na tërheq, na bën për vete. Nëse vjen dikush që thot ndoshta të njëjtën gjë që tha i pari, por nuk e thot në formën e mirë dhe duhur, për këtë arsye dhe pejgamberi sa më tha utitu xhawami al-kelim. Do të thonë mënyra se si fliste pejgamberi sa ka qenë shumë përmbledhëse dhe përgjithësuese dhe shumë dhe domethënë ka pas një aromë të veçantë, domethënë ka pas një shije të veçantë. Kështu që edhe në jetën bashkëshortore, domethënë e folura e mirë, shprehja e mirë ka të bëjë shumë në jetën bashkëshortore, sepse ajo ka efekt tek shpirti i njeriu, sepse fjala depërton drejtën në zemër. Pra përpara se të depërtoj, le të themi, tek veshi i njeriu dhe tek mendja e tij depërton drejtën në zemër. Kështu që njeriu do të zgjedhë domethënë formën më të mirë dhe mënyrën më të mirë për ta shprehur gjën. Jo vetëm kaq, po mënyra se si shprehet njeriu tregon edhe mirësinë e tij. Qartë. Kështu që çdo njeri, në rastin ton bashkëshorti apo bashkëshortja, është i prirur kur gjen fjalë të mirë, të reagojë mirë, sepse është natyrë e njeriu që kur dikush shprehet mirë dhe flet mirë, para tjetër edhe po mos ta ketë në natyrën e vet do të mundohet të përshtatet. Kështu që është shumë e rëndësishme domethënë që të jemi ne ata të cilët e kemi fjalën e mirë, e themi fjalën e mirë. Dhe normalisht domethënë e gjejmë Kur'an këtë gjë, ku Zoti thotë wa qulu linnasi husna, folni mirë njerëzve. Nëse njerëzve Zoti na thotë me ju fol mirë, po bashkëshortit, po bashkëshortës. Pra pse ne duhet të jemi ata të cilët e presim, siç thot populli, me këmbë para? Jo, do të jemi ne të cilët e presim mirë, të cilët e trajtojmë situatën me logjik, me arsye, mundohemi ta ndërgjegjësojmë me fjalët tona, mundohemi që ta bëjmë të reflektojmë me fjalët tona, mundohemi që ta bëjmë ta kuptojmë gabimin me mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Nëse ne do të jemi të tillë, unë mendoj që shumë gjëra do të zgjidhen më kollaj, shumë le të themi momente do të marrin zgjidhje më shpejt, sepse ka të bëjë shumë fjala e mirë. Dhe lëvdata, pra le të themi komplimentet që kjo është një pjesë tjetër pastaj që është lavdrimi ose lëvdatat kur e meritojnë sidomos. Ne jemi koprac
fatkeqësisht në lëvdat, domethënë nuk e nxjerrim kollaj. Faleminderit Zotit, nuk e nxjerrim kollaj. Ky është problem shumë i madh. Domethënë pejgamberi sa më tha, por nuk qe falendrues ndaj njeriu, nuk qe falendrues ndaj Zotit. Në këtë rast, por nuk falendrove bashkëshortin, as Zotit si ta falendrosh, por nuk falendrove bashkëshorten, as Zotit nuk di ta falendrosh. Pra ne duhet të jemi ata të cilët i themi fjalët e mira. Pastaj çfarë të kushton pse e thur një lëvdat, pse a thu një gjë, domethënë. Se ka dhe një klishe sociale që thot mos e lavdro se i bën qefin dhe se ken kontroll, po gjithmonë duhet ta godasësh e ke gabim se ke 3 urt. Ja, faktikisht ja, nuk funksionon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë, i falendronte bashkëshortet e tij kur ato bënin, po edhe kur nuk bënin diçka, domethënë me kuptimin ishte falendërues dhe fliste fjalët më të mira. Do të jap një shembull. Njëri prej sahabëve i thot pejgamberit alayhis salam i tha, nga që pejgamberi sa më tregonte shumë dashuri me njerëzit, jepte shumë dashuri. Ky sahabi ju tani ishte i ri, çuni i ri, dhe mendoj se pejgamberi sa më shumë të ndër gjithë njerëzit donte atë. Aq shumë dashuri merrte për pejgamberin alayhis salam. E një ditë, ky tani deshi të marrë një certifikat, tha o pejgamberi i Zotit, kush është ai që don më shumë ndër gjithë njerëzit? Mirë, po pejgamberi sa nuk rrente. Po, shumë të ishte në njëri për nërë të thotë ty, për shembull. Ja, pejgamberi nuk gënje për të bëjë qefin. Pejgamberi sa më tha Aisha. Ishte Aisha radhiyallahu anha. Interesante shumë. Edhe shprehon shoqëri, për kjo është akoma edhe më. Pastaj tha, po nga burrat, tha Abu Bekri, babai i saj. Po pastaj tha Omeri, tha nuk pyeta më për tjerë, tha mendova do të vi çfarë nga funi. Pra duhet të them me fjalë që njeriu duhet të japi mirësi, duhet të shprehi mirësi. Pastaj ne kemi edhe një gjë tjetër që edhe kur nuk je fort i kënaq, fole fjalë e mirë, lavdroje. Për shembull, pejgamberi sa më tha, më fal, nëna e besimtarëve tha, pejgamberi sa nuk shante asnjëherë ushqimin e gatuar. Nëse i pëlqente hante, nëse nuk i pëlqente nuk fliste. Pa nuk ishte gatuar mirë, ishte djeg, i vinte era, nuk folte pejgamberi selam. Në fakt pyetja rasti ishte po fjala keqe, po e kishim rezervuar pra. Po, domethënë nuk duhet të thonë as fjala keqe, bravo, kjo është përgjigje. Nuk e thoshte fjalën e keqe. Nuk i pëlqente, nuk e hante. Dhe kuptohej. Për këtë arsye, për gjëra të bukura prap. Tha nëna e besimtarëve, tha, o pejgamberi Zot, unë e di tha kur ti je i lumtur me mua dhe kur je, domethënë, i mërzit me mua. Tha si? Tha se ti tha kur tha, më fal, astagfirullah, pejgamberi sa mi tha Aishës, shif tani. Tha, o Aisha, unë e di tha kur ti je e gëzuar me mua, e lumtur me mua dhe je e hidhruar me mua. Tha si o pejgamberi Zot, si e kupton ti? Tha kur je mirë me mua, tha thua pasha Zotin e Muhamedit. Kur je mërzit me mua, tha pasha Zotin e Ibrahimit. Tha nëna e besimtarëve, tha pasha Zotin, tha nga sot e derisa të vdes nuk do të them, tha vetëm se pasha Zotin e Muhamedit. Pra që mos kuptoj asnjëherë pejgamberi sa si jam mërzitur prej tij. Pra, domethënë, unë mendoj se janë për këtë arsye unë them domethënë që ne po të jemi afër jetës pejgamberit alayhis salam dhe mënyrën se si ai trajtonte jetën familjare, do të jemi shumë mirë në raportet tona bashkëshortore, në raportet tona familjare. Kështu që thurja e lavdit nuk është mangësi, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi, madje preferohet dhe nëse kemi diçka për të korrigjuar, prej gabime duhet ta korrigjojmë formën më të mirë dhe jo me shprehje të keqe, jo me vulgaritet, jo me ignorim, jo me si më thënë sikur duam ne, domethënë tregohemi superior e ta shohim bashkëshorten apo bashkëshortin në mënyrë inferiore, domethënë jo, përkundrazi, domethënë ne jemi të dy njësoj para Zotit, e duam Zotin fort, mundohemi që nëse ka diçka të mirë, ta vejmë dukje dhe tregojmë falendrues dhe mirënjohës, duke shprehur këtë edhe me lëvdat, por nëse ka diçka që nuk shkon, nuk përdorim, si më thënë, akhiru dawai el-kej, nuk përdorim kejin, pra pjekjen si kurim të parë. Qartë. Pra nuk shkojmë në ekstrem direkt. Nuk shkojmë në ekstrem. Domethënë mundohemi që gjërat i zgjidhim më butë, më mirë, me fjalë të mirë. Në fakt, nga trajtimi që u bët, lindën dy qasje interesante. Pra, e para është që edhe kur ka diçka
për ta natemuar, si për shembull një ushqim I djegur I gatuar keq, profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e qortonte, po e lente. Do të kuptohet, tani vetë gruaja do ta kuptojë çka ka ndodhur. Po. Dhe e dyta është që, domethënë, kuptohemi. Pra flasim për të kuptuar dhe jo konfliktohemi herë dhe pastaj fund fare merremi vesh, domethënë sepse këtu ka edhe një pikë që në fakt Ibn Kaimi e ka sqaruar, thotë shumica e debateve rrit nga mos kuptimi I termave. Domethënë, po flasim për të njëjtën gjë, po thjesht po kuptohet me njëri tjetrin, domethënë. Kjo është një pikë që komunikimi, siç e thatë ju. Po roli I duas, ku qëndron pra në këtë mes, në lumturinë e familjes, në faktikisht ajo është kryesorja, është zemra. Do të thënë, duaja është ajo që ndryshon gjithçka, ajo që Zoti e ka bërë sebeb, domethënë që gjërat të transformohen plotësisht, të ndryshojnë krejtësisht, të fitohet nëpërmjet saj kënaqësia e Zotit, fitohet nëpërmjet saj pa duas xheneti, po edhe të rregullohen shumë problematika në jetën bashkëtorë. A është Zoti ai I cili ka dorë zemrat? A është ai që rregullon çdo gjë? A është ai që mjafton që ti thotë diçka e bëu dhe bëhet? Atëherë nuk kërkohet për nesh vetëm se duaja dhe lutja. Për këtë arsye ka qenë ndër lutjet që Zoti na ka mësuar neve Kur'an, në surën El Furqan, Allahu xhalla xhelalu përmend se të zgjedhurit e Zotit luten duke thënë: O Allah, o Zoti ynë, na jep neve prej fëmijëve dhe prej bashkëshorteve tona ata ose ato, pra nëse burri lutet për bashkëshorten apo gruaja lutet për bashkëshortin, ata që na kënaqet zemra apo na lumturojnë. Heb lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zot, bëje fëmin, bëje bashkëshorten time lumturi, kënaqësi të jetës time. Pra, në fund fare Zoti ai I cili e ka dorë zemrën e gjithkujt dhe zemrën e bashkëshortes e ka dorë Zoti, zemrën e bashkëshortit e ka dorë Zoti, e Zoti I madh, domethënë është ai I cili domethënë e ndron situatën, e përmirëson situatën, e rregullon raportin, kështu që duaja është më e rëndësishmja gjë, domethënë arma më e fuqishme e besimtarit për të rregulluar problemet e kësaj bote është duaja. Arma më e fuqishme e besimtarit për të rregulluar problemet e botës tjetër është duaja. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duaja është thelbi. Për këtë arsye tha, është vetë adhurimi duaja, pra është adhurim në vetvete, është mirësi dhe është bekim shumë I madh, sepse në dua kemi vetëm 3 faktorë: ti, Zoti dhe ndërlidhja që është duaja. Kështu që duaja bën dobi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për atë që ka ndodhur dhe për atë që nuk ka ndodhur. Kështu që ajo rregullon, përmirëson, domethënë jep forcë, jep fuqi, kështu që është gjëja më e rëndësishme në një jetë të lumtur bashkëtorë që nuk duhet neglizhuar. Një tjetër pikë pra që japin dietarët islam në këtë mesele është unifikimi I qëllimit, si le të themi pra namazi, agjërimi, prandaj ndoshta në Ramazan çiftet janë dhe më afër sepse kanë një qëllim, solidarizohen. Pra sa ndikon dhe kjo pjesë, le të themi, tek lumturia në çift. S'ka dyshim, domethënë nuk ka dyshim që të bërit gjërave bashk ka një efekt shumë pozitiv në afrimin e mendimeve, në tolerimin e ndryshimeve, absolutisht. Për këtë arsye, domethënë ne e gjejmë pejgamberin e Islam që falen në shtëpinë e tij me nënat e besimtarëve. Për këtë arsye kur ishte 10 netshi I fundit e Ramazanit, thot ai ka dhe ehlehu, I zgjonte të gjithë dhe faleshin bashk. Kështu që domethënë bërja e gjërave bashk, domethënë ti kupton se janë shumë gjëra që s'duhet me I parë sepse njeriu më shumë, një karakterin e tij më shumë, një sinqeritetin e tij më shumë, domethënë të bën që ta nashkallosh shumë gjëra. Ndërkohë që njeriu po të bëj gjëra të veçmas, domethënë kjo çon në ftohje dhe në si të mund të në shikimin e gjërave në një sy tjetër. Për këtë arsye domethënë bërja e adhurimeve bashk është shumë produktive, jep shumë efekt. Po edhe punëve të tjera bashk. Për shembull, le të japim një shembull. Qofse një ditë unë e gjej gruan, për shembull, duke pastruar shtëpinë dhe futem unë në pastrim me të. A nuk mendon se kjo do të ketë një efekt shumë të madh pozitiv? Absolutisht po.
Nëse gruaja më shef mua një ditë për shembull duke rregulluar librat, që është le të themi puna ime për librat e mi. Dhe ajo vjen mundohet me pastru diçka, me bë diçka, me ndihmu diçka, me mbjet një libër, normalisht do të ndikoj. Nëse për shembull unë jam duke punuar, ke baçja për shembull le të themi, dhe vetë dhe gruaja punon bashkë me mua. A nuk do të ketë absolutisht që po. Nëse unë shoh një ditë gruan për shembull duke ndruar fëmin, edhe marr penelinën e pastër dhe ja jap për shembull, ose e marr atë të pistën e amore që kontribon aty. Absolutisht që do të ketë efekt shumë pozitiv, domethënë. Kështu që të bëri gjërat bashkë, për këtë arsye thuhet për martesën, për kurrizën thotë një marrëveshje dypalshe. Pra është një marrëveshje dypalshe. Marr dhe ja, pra do të jesh edhe në pozicionin e tij që kontribon, jo vetëm pozicionin e tij që përfiton dhe rrit konkryqe pret nga tjetri, si diskutohet. Vjen një moment tjetër, pra le të themi arti i tolerimit gabimit, i tolerimit ose le të themi neglizhencës ndaj gjërave që mund shkelet njëri sy. Për shembull dikush Aidel Karni këtë zgjidhja thosh një fjalë të bukur që momentin që tjetri është agravuar po debaton, sidomos bashortet, thotë ik mos fol sa qetësohet situata dhe hajde në një moment të dytë, pra kur janë ulur gjakrat dhe sqaron çështjen. Ka gjetë një fjalë të bukur nga të parët tonë, thotë zgjuarësia është 10 pjesë, më thënë. 9/10 e zgjuarësisë është bërë sikur se ke kuptuar, sikur se ke pa. Do të thënë ne nganjëherë mundohemi çdo gjë ta analizojmë, çdo gjë të shkojmë deri në fund. Pleca gjëra nuk është kusht. Shkele një sy, shkele një sy thot populli. Kështu që në jetën bashkëtorë duhet patjetër. Pse? Sepse ne kemi problem si njerëz. Kërkojmë idealizmin tek tjetri, kërkojmë përsosurin tek tjetri, po edhe presim shumë se kemi parë ndryshe një jetë për shembull mes prindërve tanë, ku sakrifica ka qenë shumë ekstreme ndaj njëri tjetrit, ku durimi ka qenë shumë ekstrem ndaj njëri tjetrit, dhe ne më njëherë këtë e presim nga bashkëshortet tona apo nga bashkëshortët tonë. Ndërkohë që faktikisht jeta ka ndryshuar, parametrat janë holluar shumë. Kështu që domethënë ajo esenca nuk është më ajo që ka qenë. Kështu që patjetër domethënë duhet të ketë ta zotrojnë si art, ta ushtrojnë, do të ketë tolerancë. Për këtë arsye ka një fjalë shumë të bukur të pejgamberit alayhis salam që tha, pile transmeton këtë hadith Aisha radhiyallahu anha, thotë nuk ka dhuratë më të mirë që Zoti i jep një familje pas besimit se sa butësia, toleranca. Nuk ka dhuratë më të mirë, sepse shejtani pikërisht mundohet këtu tek dallimi, tek ndryshimi, të krijojë konflikt, të krijojë përçarje, në momentin që ne do të gjejmë një palë e cila ditë tërhiqet, e cila ditë të jetë e para që lëshon pekur, i thon, atëherë do të jetë bekim i madh. Pyetën një herë thuhet Muawiya radhiyallahu anhu, tregon që Muawiya domethënë nuk ka parë historia, domethënë njëri më politikan se sa Muawiya radhiyallahu anhu. Pra arriti në një moment që kundërshtari i tij t'i dorëzoi pushtetin. Kjo nuk do të kjo është funksionon. Si më thënë opozita, t'i dorëzoi atij pushtetin ose kundërshtari i tij. Aq i zgjuar, edhe kanë pyetur sekreti i cili është. Tha, unë raportet me njerëzit i kam personale dhe me çdo njeri unë kam një fije komunikimi. Kur shoh se para tjetër shtrëngon, unë e toleroj nga ana ime. Kur shoh që ai elshon, unë mundohem ta tërheq nga ana ime. Pra, njeriu duhet të jetë i tillë. Qenë politikan edhe në parametrat e sotshëm, kuptimin pozitiv fjalës. Pas diskutohet. Po. Atëherë bëjmë një shputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Nërë teleshikues, ja pra kur i kthyem sërish në studio. Megjithatë, hoxhë nderuar, pavarësisht se ne i trajtuam, le të themi, kushtet për të parandaluar një eskalim të situatës, mirë po nga ana tjetër, a këshillohet për shembull kur realisht ka ndodhur, le të themi, përballje konflikti, dhe nuk bën dobi më as fjala e mirë, as që ti ta nisësh i pari, pra është zemëruar, është thyer personi tjetër shumë. Le të themi dhuratat, le të themi shkëmbimi, e folëm pak edhe i lavdërimeve dhe i pra çfarë mund të ndikojnë që
të rehabilitohet, çfarë mund të bëjë çifti që ta rinisi le të themi marrëdhënien? Gjithmonë, domethënë duhet të ketë një palë që tërhiqet. Gjithmonë duhet të ketë një palë e cila toleron. Më i miri te Zoti është ai që nisi pari, më i miri te Zoti është ai i cili toleron i pari. Ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë qëllimin, ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë objektivin, ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë që në këtë botë jemi shumë përkohësisht. Ne nuk duhet të harrojmë që gabimi është natyrë njerëzore. Pra kur ne gabojmë para Zotit ose karshi Zotit, është normale që edhe le të themi në jetën tonë të ketë gabime, domethënë është apo të gabohet ndaj nesh apo të gabojmë ndaj dikujt. Kështu që në situata të tilla neve duhet të përdorim atë shpirtin e tolerancës dhe të faljes. A nuk doni që t'ju fali Zoti juve? Falini pra njerëzit. Mëshirojini njerëzit që t'ju mëshirojë Zoti. Allah është ai i cili vendosi mes jush dashurinë, dhimbshurinë. Kjo dhimbshuria çfarë do të thotë? Dhimbshuri do të thotë mos me lënë tjetrin të vuaj. Pra përderisa është bërë një gabim dhe është kuptuar gabimi, nuk i mëshohet më, pra nuk duhet ta vazhdojmë më edhe më tutje. Si thash, krijuar nga brinja. Pra, nëse do ta drejtosh e thyen, nëse e lën ashtu është e shtremt. Po kështu edhe mashkulli, domethënë, edhe ai ka një natyrë, domethënë që po ta thysh shumë vështirë të ngjitet më. Kështu që domethënë ne duhet të kemi disa kufi dhe disa limite që hidhërimi ynë dhe zemërimi ynë nuk duhet të tejkaloj, sepse pastaj kalon situata në një gjendje që më nuk rikuperohet. Pra, përderisa është gabim njerëzor, përderisa është histori, le të themi, njerëzore, ne duhet të kemi kufit tonë, të cilat, domethënë, e kapin situatën, e rregullojnë situatën, e përmirësojnë situatën. Kështu që konsulenca, po do të flasim për dhuratën. Konsulenca në raste të tilla shumë e nevojshme. Pra gjejmë njëri të mirë, i cili na don të mirën, edhe të konsultohemi me të. Nëse është prindi për shembull tip që gjithmonë rezaton këshill të mirë, le të përdoret prindi si referencë konsulence. Nëse nuk është prindi, se ka prindër që sikur gëzohet kur i sheh që çifti nuk po shkon puna mirë, atëherë mos u konsulto me këtë lloj prindi, domethënë gjej dikë tjetër që të orientojë, që domethënë mund të ndriçojë. Pra jo njëri që të bën qefin dhe që të jep drejt, po njëri i cili gjykon drejt. Pra kështu duhet funksionojë gjëja, domethënë. Është normale, pastaj ajo që ju e cekët pak më herët, që dhurata, domethënë, i largon këto lloj, le të themi, gjërash, shton dashurinë, siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhuroni se do të shtohet dashuria mes jush, pra nuk ka dyshim që kjo pjesë pastaj ka efektin e vet, ka ndikimin e vet, sepse është fjala e profetit alayhi salatu wassalam. Por domethënë që përpara se shkojmë tek dhuratat, mundohemi që domethënë qetësojmë palën tjetër. Pra, nuk mund të shkojë dhurata pa qetësim. Pra qetësohet një herë pala tjetër, pastaj vjen dhurata. Pastaj dhurata duhet të jetë diçka e përhershme. Për gjëra më të bukura, për shembull, që lexojmë në librat e Islamit, thot diku është përmend nëpër libra, thot njëri që shkon haxh dhe nuk gjen se çfarë të sjelli. Pra me kuptimin pritet diçka prej tij. Po. Thonë le të marrë qoftë edhe ndonjë guar prej andej, ta sjelli si diçka dhuratë e sjell prej andej. Pra me kuptimin janë disa situata në jetë që familja pret diçka prej nesh. Simbolike, po. Le ta shfrytëzojmë këtë gjë. Për shembull, le të themi, Bajrami është diçka që familja pret diçka prej nesh. Ndryshe, pra nuk mund të jetë Bajrami një ditë normale si ditët e tjera. Le të themi për shembull mund të jetë një moment tjetër, moment kur gruaja për shembull lind, nuk mund të jetë si ditët e tjera. Në krahasim, domethënë, në moment kur ti merr vesh për shembull se gruaja jote është shtatzën, për shembull. Momenti që ti merr vesh për se burri ka fituar një pozicion të ri pune, për shembull, nuk mund të jetë një ditë normale si ditët e tjera. Në momentin që ti merr vesh për shembull se burri është shëruar krejtësisht nga një sëmundje, nuk mund të jetë një ditë si ditët e tjera.
në moment për shembull që ti e din që burri sot ka pasur aq shumë takim sa që është i lodhur dhe i kputur, nuk mund të jetë një ditë si më thon sjellje si ditë e tjera, pa çdo gjë duhet dhënë vendi i vet, çdo gjë duhet marrë në konsiderat në jetën bashkëtorë, por dhurata nuk ka dyshim, domethënë është ajo që ndryshon shumë zemrat. Dhe ne kemi vënë absolutisht, ne kemi vënë re edhe në jetë, domethënë në momentin që dikush dhuron diçka, tregon vlerësim. Për këtë arsye dhe është kushtuar rëndësi dhuratës. Pra dhurata përveç le të themi faktit material që është, faktikisht ajo tregon për diçka përtej efektit material që është shpirti. Pra, domethënë se ti ndihesh i vlerësuar. Për këtë arsye është bërë dhurata, pra personi që po të bën një dhuratë të vlerëson. Dhe është shumë e rëndësishme që bashkëshorti të kuptojë se bashkëshortja e vlerëson. Dhe ai e kupton këtë nëpërmjet dhuratës, dhe është shumë e rëndësishme që bashkëshortja të kuptojë se bashkëshorti i saj e vlerëson dhe mënyra më e mirë është dhurata. Për këtë arsye dhe Islami pra i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese, domethënë pjesës së dhuratës. Në fakt dikush hadithin që durimi është dritë e ka interpretuar thot sepse të shpëton nga errësira e gjatë. Pra nëse një person nuk bën durim, reagon keq, thot një fjalë të keqe, mund ta thyej le të themi partneren, por në rastin konkret sa ndikon durimi, le të themi në mbarvajtjen e lumturisë familjare. Sabru dhia, durimi është dritë dhe energji. Pra dritë edhe energji, jo vetëm dritë. Salatu nur, namazi është dritë, ndërsa durimi është dritë edhe energji, që do të thotë jo vetëm që njeriu ndriçohet për qëndrimin që duhet mbaj, po merr dhe forcë për të reaguar pozitivisht. Kështu që durimi është gjysma e fesë, thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është për të habit me besimtarin. Durimin e ka konsideruar pra si gjysmën e besimit. Për çdo gjë që i ndodh është mirë për të, nëse i ndodh ndonjë keqje duron. Në rast mund të jesh provuar vëlla me bashkëshorten, le të themi, cila, domethënë, ose me bashkëshortin, se duket se po flasim vetëm për gratë, po edhe për burrat, mund të jesh provuar. Unë mendoj që durimi do të t'japi dritë për mënyrën se si duhet reagosh, por edhe do të japi forcë dhe energji për ta ndryshuar situatën për mirë. Dhe në momentin që nuk ka durim, domethënë ti je i sigurt që situata do të precipitojë në ndarje, do të precipitojë në përplasje, në dhunë e kështu me radhë. Pra durimi është ilaçi. Për këtë arsye thot Zoti se durimtarët i shpërblej pa llogari. Pse? Sepse atë që bën durimi, të thonë nuk atë efekt pozitiv që i jep durimi në çmontimin e situatave, le të themi, të tensionuara, në rehabilitimin e plagëve të krijuara, siç e bën durimi, nuk e bën asgjë tjetër. Nganjëherë, domethënë, duhet t'ia lësh kohës, po ti nuk mund t'ia lësh kohës, po nuk patë durimin. Kështu që durimi është ai që t'jep forcën dhe fuqinë që ti të shkëputesh dhe t'ia lësh kohës, se do ta vërtetojë koha, do ta vërtetojnë faktet më vonë që ti ke qenë drejt, apo që hapi apo gjëja që është përhapur apo që është thënë nuk ka qenë drejt, nuk ka qenë e vërtetë kështu më radh. Në fakt ato elementet që ju përmendet që 90-at e zgjuarësisë është që të mbyllësh një sy, po s'pa durim se bën dot. E vërtet. Në momentin që durimin s'ke, errësohesh edhe ndoshta reagon më keq pastaj se sa pala tjetër që mund të ketë një shpërthim spontan nga një situatë. Dhe një gjë tjetër mendoj që na ndihmon shumë për të qenë, si më thon, shumë të durueshëm është fakti që ne ta mendojmë gjën për hatër të Zotit. Si zoton. Për shpërblim. Po, ne duam që të jemi bashkë në xhenet. Po kjo nuk është e lehtë, kjo ka nevojë për durim, sepse jeta është e mbushur me sfida, me sprova, me halle, me siklete. Kështu që në momentin që ne mendojmë kënaqësinë e Zotit, kjo do na japi forcë për të qenë durueshëm. Për këtë arsye tha Zoti, fasbir fama sabruka illa billah. Duro e durimi të jetë për hatër të Zotit. Pra, në momentin që durimi do të jetë për hatër të Zotit, ti do të jesh i suksesshëm për të pas durim të mjaftueshëm për të përballë me sfidat. Menaxhu çdo krizë, le të themi, familjare. Hoxhë nderuar, ju falenderoj edhe sot që ishit sot me ne, sidomos për shtjellimin dhe për idetë që i dhat një vlerë shtuar emisionit. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan. Deri emisioni e ardhshëm, asalamu alaykum.